Zjarri i rënë mbrëmjen e së premtes në malin e Shëngjinit pranë lagjes Sakë është shuar plotësisht. Operacioni përfundoi pas 24 orësh luftë me flakot, ku u angazhuan 6 automjete zjarrfikse, ndërsa ndërhyrja u mbështet edhe nga ajri me helikopter. Pavarësisht terrenit të vështirë dhe erës së fortë, puna e forcave në terren rezultoi efektive. Ndërkohë, zjarri që përfshiu malin e Shëngjinit u shkaktua nga një akt i papërgjegjshëm gjatë tentativës për djegje të disa mbeturinave, ndërsa policia arriti të identifikojë dhe të arrestojë autorin, 57 vjeçarin Bashkim Alia. Ky shtetas dyshohet se më datë 3 korrik 2026 në vendin e quajtur Sakë në Shëngjin ka ndezur zjarr për djegjen e disa mbeturinave pranë subjektit të tij tregtar, por flakot kanë dalë jashtë kontrollit, duke përfshirë dhe djegur një sipërfaqe të madhe pyjore në malin e Shëngjinit. Gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes, ka rezultuar se nga ana e shtetasit të dyshuar është hequr DVR-ja e subjektit me qëllim pengimin e zbulimit të së vërtetës. Në përfundim të veprimeve procedurale, u arrestua shtetasi Bashkim Alia, banues në Shëngjin, për veprat penale, shkatërrimi i pronës nga pakujdesia, veprimet që pengojnë zbulimin e së vërtetës, shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor, si dhe plagosje e lehtë nga pakujdesia, pasi nga rënja e një guri u plagos një pasager në një automjet që po lëvizte në aksin Lezhë-Shëngjin.